Imagjinoni një ditë të zakonshme. Zgjoheni në mëngjes, shkoni në banjë dhe shtypni një buton. Gjithçka zhduket dhe kur nuk pyesni nga erdhi kjo gjë dhe pse ndërtoi botën moderne më shumë se çdo shpikje tjetër. Sepse pa të, nuk do kishte qytet të madh, nuk do kishte popullsi miliarda njerëzish, nuk do kishte civilizim modern ashtu siç e njohim sot. Po flas për tualetin. Dhe historia e tij është shumë më e çuditshme, shumë më e gjatë dhe shumë më e rëndësishme nga çfarë keni menduar ndonjëherë. Unë jam këtu çdo javë me histori të fshehta të gjërave që na rrethojnë, dhe sot zbulojmë historinë e vërtetë të tualetit. Para se të fillojmë, dua t'ju çoj në Londër në vitin 1858. Vera ishte brutale atë vit, temperatura kishte arritur nivele të pazakonta për Anglinë, dhe lumi Thames, zemra e qytetit, burimi ujit të pishëm për miliona njerëzish, ishte kthyer në diçka të pabesueshme. Era ishte aq e fortë sa parlamenti britanik nuk mund të funksiononte. Ligjvënësit mbyllnin seancat herët, vareshin perda të njohura me kimikate në dritare për të bllokuar erën, njerëzit iknin nga ndërtesa. Historia e ka quajtur atë verë me një emër të vetëm, The Great Sting, e era e madhe, dhe ndodhi për një arsye shumë të thjeshtë. Askush nuk kishte kuptuar ende ku duhet shkonte uji i ndyrë. Por ja ku bëhet interesante, sepse problemi i tualetit nuk ishte i ri. Njerëzimi e kishte zgjidhur dhe pastaj e kishte harruar shumë herë gjatë historisë. Rreth vitit 3000 para Krishtit, në ishullin skocez të Skara Brae, arkeologët gjetën diçka që nuk e prisnin: shtëpi guri, të ndërtuara para 5000 vitesh, me kanale të vogla uji brenda mureve, sisteme primitive kullimi brenda shtëpisë në epokën e gurit. Kjo nuk ishte rastësi, kjo ishte inxhinjeri. Por ata që e quan më larg ishin banorët e luginës së Indusit në territorin ku sot është Pakistani. Qyteti i Mohenjo-Daros, rreth vitet 2500 para Krishtit, kishte diçka të pabesueshme për kohën: tualete në pothuajse çdo shtëpi, të lidhura me një sistem kanalizimesh nëntoksore që kalonte nën rrugët e qytetit, sisteme të mbuluara, sisteme të planifikuara, sisteme që Europa nuk do t'i ndërtonte për 4000 vjet. Pastaj erdhën nomakët, dhe romakët, me gjithë madhështinë e tyre, kishin një filozofi krejtësisht ndryshme për tualetin: i bën publike. Latrat publike romake ishin vende sociale, radhje të gjata guri me vritha krah për krah, pa ndarje, pa mure mes tyre. Uleshit pranë të njohnjët dhe bisedohej, bëheshin marrëveshje biznesi, diskutohej politika. Po, ndërsa uleshit në tualet. Por ja gjëja që do ju linte pa fjalë: letër higjienike nuk ekzistonte. Romakët përdornin diçka që quanin tersorium, një sfungjer deti i lidhur në majë të një shtoku. E njomtin me ujë të kripur ose uthull, dhe në shumë latra publike, ai sfungjer ishte i përbashkët. Njëri e përdorte, pastaj tjetri, pastaj tjetri. Romakët, civilizimi që ndërtoi Koloseumin dhe rrugët më të mira të botës antike, ndanin sfungjer higjienik me të njohnjit. Lëreni ta absorboni këtë informacion për një moment. Kur Roma u shembën edhe kanalizimet e saj, dhe Europa humbi për 1000 vjet gjithçka që romakët kishin ndërtuar. Kështellat mesjetare kishin garderoba, dhoma të vogla me vrim në fund të murit që lëshonin meturinat direkt jashtë ndërtese. Në qytet ishte edhe më keq. Londra mesjetare kishte rrugë që funksiononin si kanalizime të hapura. Lumi Thames merrte gjithçka: mbeturinat e kasapëve, ujërat e fabrikave dhe të gjitha meturinat njerëzore të një qyteti në rritje. Dhe njerëzit pinin nga njëjti lum. Kolera, tifoja, disenteria, sëmundje pas sëmundje, epidemi pas epidemie, dhe askush nuk kuptonte pse. Teoria e kohës quhej miazma, besohej se sëmundjet vinin nga era e keqe, jo nga uji i ndotur, por nga era. Kështu, njerëzit mbanin lule pranë nurës, digjnin temjan, bënin gjithçka, përveç zgjidhjes së problemit vërtet. Tualeti i parë me shplarje nuk u shpik nga një inxhinier, u shpik nga një poet. Në vitin 1596, Sir John Harington, shkrimtar, burr gjykate dhe kumbar i mbretës Elizabeth të parë, projektoi një dispozitiv që e quajti Ajax. Kishte një rezervat uji të ngritur lart, një valvul manuale, dhe përdorte rreth 34 litra ujë për të shplar meturinat në një grop poshtë. E ndërtoi në pronën e tij, dhe kur mbretësa Elizabeth e vizitoi, instaloi një njësi edhe për të. Sipas historisë, ajo e përdori.
Por shpikja nuk u përhap, ishte e shtrenjtë, bënte shurmë, dhe Harrington kishte bërë shumë armiq në gjykata me shkrimet e tij satirike, kështu që njerëzit e trajtuan tualetin e tij si një shaka. Tualeti me shplarje u shpik në vitin 1596 dhe u harrua për 200 vjet. Rikthehemi në Londër në vitin 1858. Parlamenti nuk mund të funksiononte, qeveria nuk mund ta injoronte më problemin, dhe kështu një inxhinier që quhet Joseph Bazalgette mëri detyrën e jetës. Ndërtoi mbi 1800 kilometra kanalizimesh rrugore që kullisnin në 130 kilometra kanalizimesh kryesore nëntoksore. Punë jetësh, miliona të harxuara, dhe rezultati pastaj, Londra kaloi nga një qytetet më vdekjeprurse të botës në një nga më të jetueshmet, jo falim ilaçeve, jo fal vaksinave, fal kanalizimeve. Tani, miti më i madh i historisë së tualetit. Shumica e njerëzve mendojnë se tualetin modern u shpik nga një njeri që quhet Thomas Crapper. Kjo është krejtësisht e gabuar. Thomas Crapper ishte hidraulik, viktorian, që prodhonte dhe shitte tualete. Kishte 9 patenta, kryesisht për përmirësime të mekanizmit të shplarjes, dhe emri i kompanisë së tij, T. Crapper & Company, ishte shtampuar mbi çdo tualet që shitte. Kur ushtarët amerikanë u vendosën në Angli gjatë luftës së parë, botrorët pan emrin Crapper mbi çdo tualet dhe e morën me vete si fjalë, The Crapper. Por personi që vërtet ndryshoi historinë e tualetit quhet Alexander Cumming, dhe në vitin 1775, Cumming krijoi diçka shumë të thjeshtë, por gjeniale. Tubi si ngjar për dosht tualetit. Ky tub mban gjithmonë pak ujë brenda, dhe ai ujë bllokon gazet e kanalizimeve që të mos ngjiten lart. Prandaj banjo juaj nuk mban erë si kanal. Tani, tualetet moderne janë inxhinjeri e rafinuar, dizenjuar për eficiencë ujë, për higjen maksimale, në disa vende me ulse të ngrohta, bide automatike, shplarje me sensor. Tualeti nuk ndryshoi vetëm mënyrën se si jetojmë, vendosi kush jetonte. Nga drenazhet e gurit të Skara Brahe, te kanalizimet e Romës dhe tek në Londër, tek butoni që shtypni çdo mëngjes, pa u menduar 2 herë. Kjo është historia e shpikjes që ndërtoi civilizimin modern. Dhe tani, herën tjetër që shtypni atë buton, ndoshta do e vlerësoni pak më shumë. Nëse ju ka pëlqyer kjo histori, like dhe subscribe, dhe nëse keni pyetje ose tema që doni të eksplorojmë, shkruani në komente. Shihemi javën tjetër.